Një ngjarje e rëndë u regjistrua në aksin Shkodër Koplik. Policia e Shkodrës njoftoi se rrethores 19:30 në urgjencën e Spitalit Renal Shkodër është paraqitur me dëmtime në kokë dhe trup, dy shot shkaktuara me sende forta, shtetësi Edison Tirana 42 vjeç, banues në Bërdic, 42 vjeçar përfshirë në konflikt, dy shot për motive dobta dhe në hyrje të qytetit Koplikut është goditur me sende forta nga disa persona, të cilët gjatë konfliktit kanë qelluar dhe marrën zjarri. Ndërkohë këtë diel, policia njoftoi se specialistë për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Malësia e Madhe në bashkëpunim me Shërbimin DVP Shkodër, të mbështetur nga Shërbimin e Forcës Posaçme Shqiponia, menjëherë pas marrjes së njoftimit se në aksin rrugor Koplik Shkodër një shtetës ishte kanosur marrën zjarrin, organizuan punën për kapjen e autorëve dhe zbardhjen e rrethanave të rastit. Si rezultat i veprimit të shpejta, u kapën në flagrancë dhe u arrestuan shtetasit Gjovalin Gjeka 63 vjeç dhe Plum Gjeka 51 vjeç, banues në fshatin Bajz, gjithashtu u shpall në kërkim shtetasi KG 34 vjeç, banues në fshatin Bajz. Nga hetimet, dy shoqë të tre shtetas gjatë konfliktit për motive dobta kanë qelluar marrën zjarrin në pjesën e pasme të automjetit dhe pas ndalimit në afërsitë e rreth rrotullimit në hyrje të qytetit Koplikut kanë goditur me sende forta, duke i shkaktuar dëmtime shtetasit Edison Tirana. Materialet procedurale do t'i kalojnë prokurisë pranë gjykatës së shkallës së parë të ridisë të përgjithshëm Shkodër për veprimet mëtejshme.